Punësimi i të rinjve në kryeqytet ishte një nga temat kryesore të takimit të kreut të Bashkisë së Tiranës Lulzim Basha me bizneset e dhomës amerikane. Basha kërkoi nga bizneset bashkëpunim me qëllim përfshirjen e studentëve në kompanitë e tyre si një forcë e re pune. Për të kryer atë që na takon ne si pushtet vendore në këtë drejtim. Krijimin e një databaze të plot, sa më të plot, të kërkesës për tregun e punës, kërkesës së kualifikuar dhe të pakualifikuar për tregun e punës dhe shpresojnë bashkëpunimin tuaj dhe të simotrave të kësaj organizate për të ndërtuar një databazë të ofertës në tregun e punës. Pjesa tjetër është në dorën tuaj. Gjithashtu, Basha u ndal në projektet e pritshme të bashkisë, duke vënë theksi në rëndësinë e krijimit të planeve urbanistike, të cilat do të jenë në favor të zhvillimit ekonomik të qytetit. Sipas tij, bizneset do të kenë tashmë një strukturë në qytet ku të referojnë zhvillimet e tyre. Ju duhet të shikoni tek Bashkia e Tiranës, dhe tek unë personalisht si kryetari i bashkisë, një avokat dhe një mbështetës tuaj, ku i kemi lidhur këmbët vetes dhe sillemi rreth e qark për shkak të mungesës së planit urban. Do të diskutojmë për te politizimit edhe idenë e zhvendosjes së vijës verë të qytetit Tiranës, por e kam fjalën edhe për zhvillimin brenda këtij qyteti, ku nuk ka asnjë lloj simetrie apo kohezioni, aq më pak barazie zhvillimi. Gjatë fjalës së tij, kryebashkiaku përmendi të gjitha nismat për të krijuar një klimë të mirë për bizneset dhe investitorët në kryeqytet. Basha informoi se vetëm për muajin gusht pranë bashkisë janë regjistruar plot 493 biznese të reja. Nga ana e tyre, bizneset i dorëzuan kryetarit të bashkisë agjendën e kërkesave të tyre ku përfshihen përmirësimet ligjore, nevoja për lehtësira fiskale, si dhe promovimi i investimeve.